nderuar qytetarë të Rondës, e dashur Mërgat, i nderuar kryetari i Lëvizjes Vetëvendosje dhe kryeministër i Republikës së Kosovës, zoti Albin Kurti. Të respektuar përfaqësues të Lëvizjes Vetëvendosje, partner të çmuar të koalicionit fitues si Partia Guzo, Alternativa dhe PSHDK. Të nderuar ministra dhe deputet të pranishëm, të respektuar kandidat për deputet nga komuna jonë, i dashur Sali, Hysen, Albena dhe profesor Hamdi. Mirë se erdhët në këtë tubim zgjedhor, një proces që për ne përfaqëson angazhim drejt për drejt, serioz dhe të përgjegjshëm ndaj qytetarëve. Qyteti ynë me potencialin e madh që ka gjatë viteve të qeverisë Kurti, ka qenë në vëmendje të vazhdueshme. Janë realizuar investime të rëndësishme dhe projekte. Një 116 apo dëgjohet se po e testoj mikrofonin me numrat e fitores me 28 dhjetor. Pra, tash e tutje me këto 3 shifra që përbëjnë numrin fitues. 116 i testoj mikrofonat anën banë Kosovës për t'i mobilizuar qytetarët në mënyrë që të fitojmë me një triumf i cili me shpejtësi na konstituon kuvendin e legislaturës së 10 dhe e formon qeverinë e mandatit ton të ardhshëm. Të dashur qytetarë të Suarekës të Rondës, zonja dhe zotrej, motra dhe vlezër, jemi mbledhur bashk kur na ndajnë veç se 9 ditë nga zgjedhjet e 28 dhjetorit, atëherë kur qytetarët e Republikës, banorët e Therondës do t'i drejtohen kutive të votimit në mënyrë që 28 dhjetori t'ja kaloj nën shkurtin, se ne fitojmë rregullisht, po na duhet një fitore edhe më e madhe se sa rregullisht, ashtu që të vazhdojmë barë e mirë me projektet për Suharekën dhe mbar shtetin. Gjatë periudhës 4 vjeçare kemi dëshmuar se qeverisim për siguri dhe begati. Por tash na duhet që këto t'i rrisim dhe t'i ruajmë. T'i mirëmbajmë rezultatet, por t'i shpjejmë edhe më tej. Siguria është kushti edhe garancia e begatisë. Ndërka që begatia është kuptimi dhe dobia e sigurisë. Siguri dhe begati, begati dhe siguri, mos në shope. E kur themi siguri, e kemi parasysh rendin dhe ligjin, që e kemi vendosur cep më cep, integritetin territorial, sovranitetin shtetëror dhe tash që po flasim askund, as në veri të Kosovës, nuk ka struktura a grupe kriminale a ilegale të cilat mund t'i bëjnë ballë drejtësisë së shtetit të pavarur të Kosovës. Mund të ketë elemente kriminale, por kriminalet e mëdhej o janë burg, o janë vrar,
okanik në Serbi. Shteti i Kosovës ka ngallënyer mbi krimin dhe korrupsionin. Kjo luftë që kemi bërë me krimin e korrupsionin është përkthyer në rritje ekonomike për vendin tonë. Siguria pra është ndruar në begati. Por siguria nuk është vetëm siguri e territorit, nuk është vetëm rend dhe ligj. Siguria është edhe energji, siguria është edhe ujë, siguria është edhe një punë e sigurt. Siguria është parashikueshmëria për qytetarët dhe për shoqërinë mbar. E çdo mos të cilën ne e kemi ndërmarrë e që propozojmë në vijim, ka qëllim punë më të mirë, jetë më të sigurt dhe shtet më të fortë. Kjo është koha pra kur politika duhet të flasë me vepra dhe të hesht me shfaqësime e justifikime. Me juve sonte i ndajmë jo vetëm planet tona, por edhe përgjegjësinë për t'i bërë ato realitet. Zhvillimi për ne nis me prodhim, sepse pa prodhim vendor nuk ka pavarësi e qëndrueshmëri ekonomike. Shteti do të jetë partner i sipërmarrësit, jo pengesë për të. Andaj në mandatin e ardhshëm 1 miliard euro për prodhuesit vendor për t'i mbështetur ata me shtetin si garanci, si hipotek për kredit investive në Kosovën tonë dashur e posaçërisht këtu në Tiranë. Programi ynë nuk nis nga zyrat lartë, po nga nevojat dhe kërkesat e njerëzve gjithandej. Ne nuk qeverisim me shifra statistikave për tabela, por për jetën konkrete të qytetarëve. Dhe askush nuk mund ta mohoj se përveç se më e sigurt në territor, ajo është gjithashtu edhe më e mirë në përvojë. Praktikisht, para qeverisjes sonë nuk ka pasur shtesa as për nëna, as për fëmijë. Ne përveç se i kemi sjell ato, njëkohësisht edhe i kemi rritur ato.